Nuk e kam replikën për Ndoc Rrokun, por e kam replikën për atë që u tha për votën e diasporës. Ju kam dëgjuar shpesh të qaheni se ju pas kemi vjedhur votat edhe në Shqipëri, edhe në diasporë. Por di, si që dini dhe ju, që ju jeni drejtuar prokurisë posaçme me kallëzim, sa i përket asaj që është pjesa organizative e Partisë Socialiste në kuadër një fushate zgjedhore për votën e diasporës. Keni bërë kallëzimet, keni dalë aty tek Gardhi, keni bërë akuzat, por di, edhe nga sa u tha edhe në raportimin kuvend, që keni marrë dhe përgjigjen e hetimit. Dhe mbi atë përgjigje të hetimit për mos fillim, nuk keni bërë as ankesën në gjykatën e posaçme, sepse procedura, o pak në kodi procedurës penale, parashikon kur pala nuk është dakord me vendimin, shkon dhe apelon. Pra e keni pranuar arsyetimin e bërë nga, nuk e di kush është prokurori, s'më intereson. Keni pranuar që prokuria e posaçme ka hetuar këtë çështje në detaj. Dhe mbasi e keni marrë dhe këtë, mbasi bët gjitha ato 4 muaj, nuk ka pa ndodhur ndonjëherë në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri, 4 muaj i keni hetuar votat 1-1. Sa i përket votat diasporës, ju kemi mundur e flamur në të gjithë botën. Në të gjithë botën. Nga Amerika në Kanada, nga Britania e Madhe në Europë, po do t'i dhe në Australi. E do e mundim prapë edhe në 2029. Vjen keq që nuk i kemi përzierje vendore votat diasporës. Rrov diaspora, shumë faleminderit.